Klinika mjekësore Gega e specializuar në radiologji dhe diagnostik imazherike vijon të investojë në teknologjitë më moderne, duke u pozicionuar si një nga qendrat më të avancuara diagnostike jo vetëm në Vlorë, por edhe në nivel kombëtar. Me aparatura të gjeneratës së fundit dhe një staf të kualifikuar, klinika ofron shërbime që konkurrojnë ndjenjësisht me qendrat më të mira mjekësore jashtë vendit. Historia e kësaj klinike lidhet ngushtë me punën dhe përkushtimin e doktor Maxi Gega, i cili numëron rreth 50 vite përvojë si mjek radiolog. Pas 15 vitesh pune në spital, ai nisi iniciativën private në vitin 1993, duke filluar me një aparat të thjesht ekografie, ndërsa sot ka ndërtuar një nga klinikat më moderne të diagnostikës në jug të vendit. Tradita vijon tashmë edhe nga djali i tij, doktor Besian Gega, gjithashtu mjek radiolog, i cili ka sjellë në klinik teknologjitë më të reja në funksion të diagnostikimit të saktë dhe të shpejtë të pacientëve. Risia më e fundit është instalimi i skanerit Siemens 128 slice, modeli vitit 2026, një pajisje teknologjisë së fundit që garanton cilësi shumë të lartë të imazhit, kohë minimale ekzaminimi dhe nivel shumë të ulët rrezatimi për pacientin. Fal kësaj aparature tashmë realizohet edhe koronarografia e zemrës, një ekzaminim shumë i rëndësishëm për diagnostikimin e arterieve koronare, i cili deri më tani kërkonte procedura më invazive ose kryej vetëm në qendra të specializuara. Ne kemi një muaj që kemi instaluar skanerin e gjeneratës fundit. Të mirat e këtij skani janë se ekzaminimi kryhet shumë shpejt dhe rrezatimi 70% më i vogël se sa skanerët e zakonshëm. Ky është një skaner Siemens 128 slides. Çdo të thotë me slides shumë. Do të thotë që ekzaminimi kryhet për një herë. Nuk vonon si skanerët e tjerë 2 minuta, 3 minuta, por për 2 sekonda ekzaminimi ka mbaruar. Dhe kjo gjë më e mirë është, përveç se rrezatimit që është i vogël, imazhet janë më të mira se sa të skanerëve të tjerë. Shumë të skanerët të parë që kisha vënë, edhe skanerin e parë e kisha vënë para 3 vjetësh. Kish imazhe të mira, po jo si ky. Por gjëja më e mirë e këtij skaneri është se ne sot mund të realizojmë koronarografinë e zemrës. Ekzaminim që më përpara koronarografia dhe sot bëhet në disa raste, po më përpara koronografia bëhet nëpërmjet arterjes tibiale ose arterjes femorale. Dhe zgjat gjysmore, 3 qerekore, me rrezatim shumë, edhe është ekzaminim më i vështirë se sa skaneri. Kurse sot, me anë të skanerit, të këtij lloji skaneri, ne realizojmë koronografinë për 1 sekondë, ose 2 sekonda. Dhe koronografia është e mbaruar. Interpretimi i ekzaminimeve të koronarografisë kryhet nga doktor Besian Gega në bashkëpunim të ngushtë me doktor Gretan Sheu, shefi hemodinamikës në një spital të njohur të Gjermanisë. Të dy specialistët analizojnë rezultatet dhe japin së bashku konkluzionin përfundimtar, duke garantuar një vlerësim profesional sipas standardeve ndërkombëtare. Unë, për fat të keq dhe për moshën time, nuk merr me leximin e koronarografisë, të skanerit që bën koronografinë. Për këtë merret Timbir, doktor Besi. Dhe doktor Besi ka një bashkëpunim të ngushtë me doktor Gretan Sheun, i cili është shef i hemodinamikës në një spital të Gjermanisë. Bashkëpunojnë dhe japin të dy përgjigjet. Në klinik janë realizuar tashmë ekzaminimet e para me këtë skaner të gjeneratës së fundit, ndërsa interesi i pacientëve ka qenë i lartë për shkak të saktësisë dhe sigurisë që ofron kjo teknologji. Po, deri tani kemi bërë 30-40 ekzaminime. Dhe ka ndalë shumë mirë. Bile sot kishim 5 ekzaminime të tilla, të cilat donin shumë mirë. Investimet në klinikën Gega kanë vijuar intensivisht gjatë 2 viteve të fundit. Krahas skanerit Siemens 128 slice janë instaluar edhe një sër aparaturash moderne. Faktikisht këto 2 vite unë kam rinuar shumë aparatura. Para 6 muajsh kemi vënë radiologjinë digjitale Siemens të kohëve të fundit. Kemi vënë Dextran të kohës së fundit. Kemi vënë mamografinë digjitale para 1 viti. Rezonancën 1.5 Tesla kemi vënë para 2 vjetë e gjysmë. Ekografinë pastaj kemi Logic 10, që them drejtën janë shumë të rralla në Shqipëri. Ekziston apo s'ekziston Logic 10, se Logic 9K, po dhe në
vende tjera në Europë, shumë pak klinika kanë logjik e vjetër. Ne ofrojmë gjithë shërbimet radiologjike, që nga grafia e thjeshtë deri te rezonancat, skanerin, dhe kjo më së fundit që është Maja Asbergu, është koronografia e zemrës. Kaq. Ofrojmë në sektorin e radiologjisë. Përveç diagnostikës imazherike, në klinikën mjekësore Gega ushtrojnë aktivitete dhe mjek specialistë të fushave të ndryshme, të cilët ofrojnë konsulta dhe shërbime për qytetarët. Gjithashtu në klinik kryen të gjitha analizat laboratorike, duke shndruar atë në një qendër të plot diagnostike dhe mjekësore, ku pacientët mund të marrin të gjitha shërbimet në një vend të vetëm. Në klinikën tonë pastaj ka dhe mjek të tjerë të atashuar, ortoped, otorinolaringolog, gastroenterolog, oftalmolog, otojatër, onkolog, endokrinolog, pneumolog, ka dhe disa mjek që punojnë në klinikën tonë, dhe është dhe laboratori. Me investime të vazhdueshme në teknologji, profesionalizëm dhe bashkëpunim me specialistë të njohur brenda dhe jashtë vendit, Klinika Mjekësore Gega konfirmon rolin e saj si një nga qendrat më të avancuara të diagnostikës në Shqipëri, duke ofruar pacientëve shërbime moderne, diagnozë të saktë dhe kujdes shëndetësor të standardeve europiane, pa që nevoja të drejtohen jashtë vendit.